Kan, Meseli në Kosovë, lider rajonal në industrinë e restoranteve me shërbim të shpejt, shpall zyrtarisht marrjen e pronësisë së rrjetit KFC në Shqipëri. Kjo iniciativë shënon nisjen e një etape të rizhvillimi për një nga markat më të njohura ndërkombëtare në vend. Prej kohësh, Kan ka pronësinë dhe menaxhimin e KFC në Kosovë, Maqedoninë e Veriut e tashmë edhe në Shqipëri. Siguria e ushqimit është numër 1 dhe vlera vjen nga procedurat. Procedurat për ta ba një pul të shishme është aq perfekte sot që nuk ka kompromis të siguria dhe të kvaliteti. Është e vërtet që ne qumë fast food në gjuhën internacionale ose ushqim i shpejt, po është shpejt vetëm për klientin, po mos të prit klienti. Kurse në mrena në restoran janë bi 20 bashkëpunëtorë tonë që punojnë në mënyrë shumë të shpejt që klienti ta merr sa më shpejt ushqimin. Asnjë gjë nuk vjen e gatshme, çdo gjë proponohet në restoran, me përkujdesje shumë të veçantë edhe çdo gjë me dorë. 48 orë përgatitje derisa klienti merr pjesën e parë të pulës. Investimet dhe strategjia e Kan do të synojnë zgjerimin e shpejt në mbar vendin, që KFC të vazhdojë të jetë zgjedhja e parë e konsumatorëve në kërkim të ushqimit cilësor, të shpejt dhe të sigurt. Planet janë të zgjerohemi, pozicionet më të mira në vend. Plani jonë 3 vjeçar do zgjerohet minimum edhe me 10 pikë, ose 10 restorane tjera, dhe mendojmë që Shqipëria për momentin këtë kapacitetin ekonomik që e ka, edhe nevojën për një rritje të madhe të turizmit në Shqipëri, do jenë minimum 30 restorane. Me mbi 35 restorante dhe 1000 punonjës në rajon, Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Maltëzi, Kan përfaqëson një fuqi të konsoliduar në industrinë e restoranteve me shërbim të shpejt, duke sjellë zhvillim ekonomik dhe mundësi të reja punësimi në vendet ku operon, i njohur për standardet e larta të operimit dhe cilësisë. Në përputhje me kërkesat e Yum Brands, Kan është garancia e fillimit të një kapitulli të ri cilësie, zhvillimi e inovacioni për rrjetin KFC në gjithë rajonin ton.